Ishte 23 vjeçe, kishte një histori gati 3 vjeçare që kontaktonte me hallka të shumta të sistemit shëndetësor, me ca shenja shumë jo specifike, dhimbje kyçesh, dhimbje trupi, debulesë, një oreksi jo shumë të mirë, pak plogështi, her pas here ndonjë ëndje syve dhe temperatura intermitente. Vjetë arsye që e sill nga Elbasani në Qësotë, në fakt është fakti i fryrjes së këmbëve në mënyrë shumë të shpejtë, sa ajo nuk arrin dot që veshjet e saj komune t'i bënin, dhe urina me shkum dhe me ngjyrë të errët, ishte një faktor që e trombi dhe e drejtoi nga Spitali Rajonal i Elbasanit në Qësotë. Dhe vajza doli nga ana biologjike laboratorike suspekt lupus. Por patjetër kërkonte edhe një ekzaminim histologjik që është biopsia renale, e cila në fakt konfirmoi që ishte nefrit lupik grade 4, që do të thotë dëmtimet e veshkës ishin të parikthyer. Babai i saj ishte shumë moshe re, ishte 51 vjeç, ofroi donator për transplantin. Problemi është që gjithë kësaj kohe ne nuk arrinim dot të dominonim aktivitetin që babai, që ishte kompatibël me vajzën, të bënte dhurimin. Ndërkohë kryen 3 vjet hemodializë dhe humbi jetën për shkak të endokarditit në hemodializë.